Bëjmë gati bashkë për të dalë, sot do bëjmë toasty make-up look. Nuk kam një plan se çfarë do bëj sot, por bëjmë një herë make-upin mirë, pastaj do vazhdoj me ditën. Toasty make-up look ishte fix çfarë doja të bëja sot, çka shumë bronzy dhe glowy. Also kam nisur të mbaj pra flokët e drejta, nuk po i bëj me onde që mos i djegat shumë, se dua t'i zgjas pak. Dua të bëj edhe disa foto sot, por nuk e di se ku. Ne ndoshta thjesht bëj disa foto të thjeshta me aparat, dhe background të thjeshtë domethënë. Për bronzer këtë të Natasha Denones, do vendos dhe si base për eyeshadow, nga që është shumë produkt i lehtë, dihet si ujë, prandaj mund të aplikoj edhe shumë. Bronzeri duhet të jetë pak më shumë si verdh se sa i kuqërrem. Rode Pocket Blush në shadin Sleepy Girl. Pres të dalim motra nga shkolla që të ikim të hajmë diçka jashtë. Më pëlqen kaq shumë që po bëj një make-up të ri çdo ditë kur dal. Se keni edhe një make-up tjetër që doni që të bëj, më thonë në komente. Ky make-up do jetë shumë i shpejtë sepse ka ndërtime dhe nuk po e doroj dot më këtë zhurmën. Nuk e di sa dëgjohet në video. Nar spot concealer po vendos një herë me këtë furçën. Pastaj do e hap me atë të House Labs. Bëra set pjesën e concealerit me setting powder. Për syt me ngjyra të ngrohta do përdor këtë paletën e Hudës. Kjo paleta përdoret shumë kollaj, se hapen ngjyrat shumë lehtë. Tani këtë ngjyrën këtu nga paleta e Kylie, më pëlqen që çdo gjë është shumë me ngjyra të ngrohta. Pastaj buzët që do i bëj nuk do i lë kështu. Vjen një ngjyrë shumë ëmbël roz. Eyeshadow kafe të errët këtu rreth çerpikëve. Shtova dhe një shimmer gold këtu në fillim. Jam tek çerpikët. Rimeli në Maybelline. Ky lapsi nga Pierre Ene është perfekt për këtë pjesën brenda syrit. Do theksoj vetëm fillimin e syrit. Ne do i bëj set liquid bronzerit me një powder bronzer. Është shumë pak si blushi numri 44 i YSL, që është pak si më në roz. Tani do marr një highlighter si champagne këtu në fillim të syrit. Poshtë vetullës, do bëj dhe vetullat jashtë kamere dhe erdha. Përdora produktet nga Benefiti dhe në mes të buzëkuqin e Fentit. Okej, ky është dhe make-up i përfunduar, tani jam gati për të dalë.